5 shenja që do të kenë më shumë fat të mërkurën 26 gusht. Shenja e parë është peshorja. Peshore më 26 gushti e përsëri në krye të listës dhe arsyeja kryesore është Venusi në shenjën tënde. Kjo të favorizon veçanërisht në dashuri, marrëdhënie, komunikim dhe kontakte me njerëzit. Nëse ke një takim të rëndësishëm, një bisedë pune ose dëshiron të afrohesh me dikë, sot mund të kesh një ndikim shumë pozitiv. Në dashuri, nëse je në lidhje, është momenti mirë për të larguar një keq kuptim. Nëse je beqar, dikush mund të vërej më shumë se zakonisht. Në punë, aftësia jote për të negociuar është një avantazh. Vetëm mos shpenzo shumë për gjëra që të duken bukur në moment. Fati yt sot vjen nga marrëdhëniet, diplomacia dhe aftësia për të gjetur rrugën e mesme. Luani. Luan, Jupiteri vazhdon të jap një avantazh të fortë më 26 gusht. Kjo është një periudhë ku mund të ndihesh më i gatshëm për të marrë iniciativa dhe për të kërkuar më shumë nga jeta. Në punë mos e fshet talentin tënd. Nëse ke një ide, fol për të. Nëse ke bërë një punë të mirë, lejo që të tjerët ta shohin. Në financa mund të ndihesh optimist, por mos e ngatëro optimizmin me sigurinë. Kontrollo mirë çdo vendim. Në dashuri, Venusi në peshore të ndihmon të komunikosh më bukur dhe të afrohesh me njerëzit. Nëse je beqar, një kontakt i ri mund të sjellë emocion. Fati yt sot është i lidhur me guximin, por edhe me mënyrën si i përdor mundësitë që të jepen. Binjakët janë shenja e tretë. Binjak, 26 gushti sjell një energji interesante për ty, sepse Urani vazhdon të jetë në shenjën tënde dhe të hap derën për ide të reja dhe ndryshime të papritura. Mund të marrësh një telefonat, mesazh ose informacion që të bën të mendosh ndryshe. Në punë mos u kap pas mënyrës së vjetër. Një mënyrë e re mund të jetë më efikase. Në financa kontrollo mirë çdo dokument, sepse energjia e Mërkurit në Virgjëresh kërkon saktësi. Në dashuri, një bisedë mund të ndryshojë mënyrën se si e shikon një person. Nëse je beqar, dikush, një person inteligjent dhe interesant, mund të tërheqë. Fati yt sot vjen nga informacioni, komunikimi dhe gatishmëria për të provuar diçka ndryshe. Demi, 26 gushti të favorizon sepse energjia e diellit dhe Mërkurit në Virgjëresh harmonizohet mirë me natyrën tënde praktike. Demi, sot mund të jesh shumë i mirë në gjërat që kërkojnë durim dhe përqendrim. Në punë mund të përfundosh diçka që e ke shtyr prej kohësh. Nëse ke një projekt personal, kjo është një ditë e mirë për të hedhur një hap konkret. Në financa mos kërko fitim të shpejt. Një plan i qëndrueshëm është më i mirë. Në dashuri, Venusi në peshore sjell dëshirë për qetësi dhe mirëkuptim. Nëse je në një lidhje, një gest i vogël mund të afrojë shumë. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë përmes punës ose shoqërisë. Fati yt sot vjen nga qetësia dhe këmbgulja. Dhe shenja e 5 me më shumë fat për 26 gushtin është shigjetari. Shigjetari 26 gushti të sjell një ndjenjë më të madhe optimizmi. Jupiteri, planeti yt sundues, është në Luan dhe të shtyn të mendosh më gjerë. Nëse ke një projekt, udhëtim, studim ose ide të re, mos e lër vetëm në mendje, filloni ta organizoni. Në punë, një person mund të jap një informacion që hap një mundësi të re. Në financa mos rreziko vetëm sepse ndihesh me fat. Fati duhet përdorur me zgjuarsi. Në dashuri, Venusi në peshore sjell kontakte të reja dhe mundësi për të kaluar më bukur me njerëzit. Nëse je beqar, një njohje përmes shoqërisë mund të bëhet interesante. Sot fati të ndihmon sidomos kur mendon pozitivisht, por njëkohësisht vepron me plan.